Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës ka nisur në qytet një aksion të përgjithshëm për përkujdesjen e hapësirave të gjelbëruara. Aksion ky i cili prej ditësh vazhdon në qytet, teksa këtë të mërkur është përqendruar në zonën e ujit të ftohtë. Punonjës të ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës ka nisur krahasitjen e degëve të rapit në ujin e ftohtë. Prej rapit shumëvjeçar tek Luani në ujin e ftohtë janë krahasitur degët, ku krahas një pamjeje më të mirë vizive që ofron sot, shërben edhe për lirimin e një pjese të hapësirës tek burimi. Ndërkohë, prej punonjësve të brigadës së Lungomares që merren çdo ditë me përkujdesjen e hapësirave publike në shëtitore, ka nisur puna dhe për rehabilitimin e hapësirave të gjelbëruara. Ka nisur largimi prej andej i luleve të mbjella disa muaj më parë, të cilat do të zvendësohen me lule të reja. Gjithashtu, pjesa e territorit është punuar për t'i hapur rrugë në vijim edhe mbjelljes së luleve të reja. Siç konfirmohet në këtë hapësirë, krahas luleve të mbjella do të ketë edhe rrethim të hapësirës së gjelbëruar me gardh disa centimetra të gjatë, i cili do të shërbejë për t'i mbrojtur këto hapësira nga qytetarët të cilët kalojnë mbi to duke ndëmtuar bimësinë. Edhe pjesa e mbjellme shkure në pjesën pas Luanit në ujin e ftohtë është hequr. Shkuret në këtë pjesë kishin formuar një rrethim të saj, duke penguar lëvizjen e qytetarëve dhe duke mos ofruar një pamje të duhur. Kjo hapësirë e gjelbëruar do të mbyllet me lule dekorative në vijimsi. Puna vijon edhe në disa zona të tjera të qytetit. Aksioni është përqendruar gjithashtu edhe përgjatë segmentit Pelivan Leskaj. Në këtë segment ka nisur krahasitja e pemëve të llojit rap. Gjithashtu, aksioni është përqendruar në një rënant të segmentit rrugor dhe më pas pritet të vijojë në drejtim të kundërt. Aksioni ka filluar prej rrethotullimit të skelës. Për të përfunduar në zonën e centrales, i gjithë ky segment do të ketë krahas pamjes më të rregullt vizuale, por dhe një lirim të hapësirës publike të zënë nga degët e pemëve.